Mirëmëngjes të dashur, Demër do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është mbretëresha e monedhës. Në këtë ilustrim të veçantë ajo shfaqet me një pamje të errët, shikoni këtu, dhe pak mistike. Përsërisht transmeton kujdesin, mençurinë dhe aftësinë për të kujdesur dhe për të mbrojtur. Jeni një person që jeni duke mbrojtur dhe u kujdesur për shumë kë, por figura që ajo rrethon tregon një farë mënyre sikur çdo mbështetje ndaj të tjerëve, por jo ndaj vetes. Mos të harrojmë që kemi fuqi të dashur Demër, të mbajmë gjithçka në ekuilibër, të kujdesemi absolutisht dhe të mbrojmë të gjithë të tjerët që duam, por absolutisht duhet kujdesur dhe për veten. Të jesh e rënjosur në realitet, të qëndrueshëm dhe praktik është dhuratë. Përdor për të ndërtuar siguri dhe për veten, absolutisht dhe për ata që varen nga ty. Duhet të organizohesh ndoshta më mirë në aspektin çfarëdo lloj qoftë ajo, mund të jetë financiar, shtëpiake, emocional, duhet të organizoheni më mirë. Absolutisht të vazhdojmë të japim kujdes dhe mbrojtje të tjerëve, por pa e lënë veten pas dore, dhe këtu tregon që jeni duke e lënë veten pas dore. Edhe pse mund je shtyllë një situate, mos e nënvlerëso rolin tënd, ti je aty për një arsye, por mos ta lënë veten anash. Kjo letër flet shpeshherë për personat që mbajnë shumë përgjegjësi, që janë zemra e shtëpisë, apo dhe figura që ndërtojnë bollëk me durim. Do të doj vetëm me bollëk me durim. Por që gjithmonë bëjnë sikur apo janë në një situatë që kanë harruar, apo janë të zënë me çdo gjë tjetër përveç vetes juaj. Dhe kjo është një këshill apo një kujtim të dashur, që të mos harroni dhe veten. Kudo që ndodheni, çfarëdo që jeni duke bërë, jeni shtyllë diçkaje dhe mos e nënvlerësoni veten.